Ajo pastronte dyshemet e shtëpive luksoze duke u përkulur në heshtje, duke fshirë gjormet e jetëve që nuk do të ishin kurrë të sajat. Askush nuk e përshëndeste. Askush nuk e shihte. Për ta, ajo ishte thjesht pastruesja. Por një ditë gjithçka ndryshoi. Kur milioneri më i fuqishëm i qytetit vdiq papritur, familja e tij u mblodh për të ndarë pasurinë marramendëse. Vila, kompani, llogari bankare, gjithçka ishte gati të ndahej mes tyre. Derisa avokati hapi testamentin dhe lexoi një emër që i la të gjithë pa frymë. Një emër që nuk duhej të ishte aty. Një emër që ata e përçmonin. Ajo, pastruesja. Dhe në atë moment lufta filloi. Era e pastites frynte lehtë në rrugicat e qytetit, ndërsa Elira mbante një kofë të vjetër plastike në njërin dorë dhe një çantë të konsumuar në tjetrën. Këpucët e saj ishin të lodhura nga vitet, ashtu si edhe ajo vetë. Çdo hap i saj kishte një qëllim të vetëm, të mbijetonte edhe një ditë. Ajo jetonte në një apartament të vogël, në katin e 4 të një pallati të vjetër. Muret kishin lagështirë dhe dimrat ishin të pamëshirshëm. Por Elira nuk ankohej. Ajo nuk kishte luksin të ankohej. Çdo mëngjes zgjohej herët, pinte një kafe të hollë dhe nisej për në punë, një punë që askush nuk e donte, por pa të cilën shumë njerëz nuk mund të jetonin. Pastruese, por jo një pastruese e zakonshme. Elira punonte në një nga vilat më të mëdha të qytetit, një pronë gjigante me kopshte të rregulluara në mënyrë perfekte, dritare të mëdha kristali dhe mobilje që kushtonin më shumë se gjithë jeta e saj. Aty jetonte Arben Kodra, një emër që të gjithë e njihnin. Një milioner i vetbër, i ftohtë, i rrept dhe i pakapshëm. Thuaj se ai kishte ndërtuar një perandori nga asgjëja. Thuaj gjithashtu se kishte humbur gjithçka përveç pasurisë. Familja e tij rrallë vinte për ta vizituar. Djali i tij jetonte jashtë shtetit, ndërsa vajza ishte zënë me jetën e saj luksoze. Gruaja kishte vdekur vite më parë, dhe kështu në atë vilë të madhe kishte vetëm 2 njerëz që shiheshin çdo ditë. Arbeni dhe Elira. Në fillim ai nuk i fliste fare, thjesht e injoronte sikur të ishte pjesë e mobiljeve. Por Elira nuk e merrte personale. Ajo ishte mësuar të ishte padukshme. Derisa një ditë gjithçka ndryshoi. Ishte një mëngjes i ftohtë dimri. Elira kishte ardhur si zakonisht dhe po pastronte sallonin kur dëgjoi një zhurmë të rëndë nga kati i sipërm. Një goditje. Ajo ngriti kokën, zemra i rahu më shpejt. Zoti Kodra, thiri ajo me zë të ulët. Asnjë përgjigje. Ajo la leckën dhe u ngjit me shpejtësi në shkallë. Kur arriti në korridor, pa derën e dhomës së tij gjysmë të hapur. E shtyu ngadalë, dhe ajo që pa e ngrirë në vend. Arbeni ishte shtrirë në dysheme. Pa lëvizur. Elira, murmuriti ai me zë të dobët. Ajo vrapoi drejt tij. Zoti Kodra. Çfarë ndodhi? Ai mezi merrte frymë. Dora i dridhi ndërsa përpiqej të kapte ajrin. Ajo nuk mendoi 2 herë. Mori telefonin dhe thiri ambulancën. Pastaj ul pranë tij, duke i mbajtur kokën me kujdes. Qëndroni me mua, ju lutem, mos mbyrni syt. Për herë të parë ai e pa drejt në sy. Jo si një pastruese, por si një njeri. Mos më lër, tha ai me të thyer. Jam këtu, ju përgjigj ajo. Dhe për disa minuta që dukeshin si një përjetësi, ajo shndroi pranë tij, duke luftuar bashkë me të. Ambulanca erdhi shpejt. E morën me urgjencë. Dhe për herë të parë në jetën e saj, Elira ndjeu se nuk ishte më padukshme. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Elira nuk u lejua të hynte në spital sepse nuk ishte familjare. Ajo priti jashtë për orë të tëra, pa ditur nëse ai ishte gjallë apo jo. Askush nuk i tha asgjë. Derisa një infermiere e re doli dhe pa ulur në stol. Ti ajo që e solli, e pyeti ajo. Elira ngriti kokën. Po, infermierja buzëqeshi lehtë. E shpëtove. Po të mos kishte reaguar kaq shpejt nuk doja dilte. Elira ndjeu një ndjesi të çuditshme në gjoks. Rrethësim, por edhe diçka tjetër, diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Vlerësim. Pas disa ditësh, Arbeni u kthye në shtëpi, dhe gjëja e parë që kërkoi ishte Elira. Ajo hyri me druajtje në dhomë. Ai ishte ulur në një koltuk, më i dobët se më parë, por syt i kishte më të gjallë. Ulu, i tha ai. Ajo hezitoi. Ulu, përsëriti ai, këtë herë më butë. Ajo ul në buzë të Kariges. Ti më shpëtove jetën, tha ai. Elira uli syt. Bëra atë që do bënte kushdo. Ai buzëqeshi lehtë. Jo. Askush nuk qëndron më. Të gjithë ikin. Një heshtje e rënd mbushi dhomën. Pse nuk i ke, e pyeti ai. Elira mendoi për një moment. Nuk e di, ndoshta sepse dhe di si është të mos kesh askënd. Ai e pa gjatë. Dhe për herë të parë nuk dukej si një milioner, thjesht si një burr i vetmuar. Nga ajo ditë gjithçka ndryshoi mes tyre. Ai filloi të fliste. Filloi ta pyeste për jetën e saj, për vështirësitë, për ëndra që kishte pasur dikur dhe që i kishte harruar. Dhe ajo ngadalë filloi të hapet. I tregoi për jetën e saj të vështirë, për martesën që kishte dështuar, për netët kur nuk kishte pasur çfarë të hante. Ai dëgjonte, gjithmonë dëgjonte. Dhe në atë vit të madhe për herë të parë pas shumë vitesh u dëgjua diçka që nuk kishte lidhje me paratë apo pushtetin. U dëgjua njerëzillëk. Por kjo qetësi nuk do të zgjaste shumë, sepse diku larg familja e tij kishte filluar të interesoheshe, dhe ata nuk do ta pranonin kurrë atë që po vinte. Dera e vilës u hap me një zhurmë të fortë që përshkoi korridorin si një paralajmërim. Elira, që po pastronte në kuzhinë, ngriti kokën me një herë.
Ajo nuk priste askënd. Arbeni rall kishte vizitorët pothuajse kur, por këtë herë ishte ndryshe. Hapat që u dëgjua nuk ishin të qetë. Ishin të shpejt, të sigurt, të mbushur me arogancë. Zëra, kuraj, një zë mashkulli i ftohtë dhe i padurueshëm. Elira, thiri Arbeni nga salloni. Ajo fshiu duart me shpejtësi dhe doli. Në hyrje qëndronin dy persona që ajo nuk i kishte parë kur më parë, por menjëherë kuptoi kush ishin. Familja. Një burr rreth të 40-tave, i veshur me kostum të shtrenjtë, me një orë që shkëlqente në dorë. Sytë e tij ishin të mprehtë, por bosh. Pranë tij, një grua elegante me flokë të rregulluara në mënyrë perfekte dhe një shikim që të gjykonte pa të njohur fare. Ata e pan Elirën nga kokat e këmbët. Dhe në atë moment, ajo ndjeu atë ndjesinë e vjetër. Padukshmërinë. Ti duhet të jesh pastruesja, tha gruaja me një buzëqeshje të hollë, pothuajse përçmuese. Elira nuk u përgjigj, thjesht u uli syt për një çast. Jam Elira, tha ajo me qetësi. Sigurisht që je, u përgjigj burri pa interes. Arbeni është në sallon, shtoi ajo. Ata kaluan pranë saj sikur të mos ekzistonte, por këtë herë diçka brenda saj nuk u ndjej si më parë, sepse tani ajo e dinte që për dikë ajo kishte vlerë. Në sallon, Arbeni ishte ulur në koltukun e tij të zakonshëm. Kur pa të birin dhe të bien, fytyra e tij nuk ndryshoi shumë, por sytë i errësuan lehtë. Erion. Sara. Babi, tha burri duke u afruar. Më në fund vendose të na tregosh që je ende gjallë. Nuk kishte ngrohtësi në zërin e tij. Vetëm një lloj ironie e ftohtë. Sara ul pa pritur ftesë. Na telefonua nga spitali. As nuk u kujtove të na njoftosh vet. Arbeni psherti u le. Nuk desha t'ju shqetësoja. Erioni qeshi shkurt. Mos u shqetësoje? Apo thjesht nuk të interesonim? Një heshtje e rënd ra në dhomë. Elira qëndronte pranë derës, duke mos ditur nëse duhet të largohej apo të qëndronte. Ti mund të shkosh, i tha Sara pa e parë fare. Por para se Elira të lëvizte. Jo, tha Arbeni. Zëri i tij ishte i qetë por i prerë. Të qëndroje. Të dy fëmijët e pa njëri tjetrin për një moment. Pastaj sytë e tyre u kthyen tek Elira. Këtë herë jo si më parë. Tani kishte dyshim. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti Erioni duke kryshëzuar duart. Asgjë që duhet të shqetësoj, u përgjigj Arbeni. Vërtet, ndërhyri Sara, sepse duket sikur kjo pastruesja është bërë pjesë e familjes. Fjala pastruesja doli nga goja e saj si një fyerje. Elira ndjeu gjakun të ngjitej në fytyrë, por nuk foli. Ka bërë më shumë për mua se sa ju të dy bashkë, tha Arbeni qetë. Dhoma u ngrir. Erioni bëri një hap përpara. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë, vazhdoi Arbeni duke parë drejt në sy, se kur unë isha duke vdekur në dysheme nuk ishte asnjë nga ju aty. Asnjë nuk foli. E dini kush ishte, shtoi ai. Sytë e tij u kthyen drejt Elirës. Ajo. Një tension i padukshëm mbushi ajrin. Sara u ngrit në këmbë. Mos më thuaj që po e dramatizon këtë situatë për shkak të një aksidenti. Elira më shpëtoi jetën, tha ai qartë. Dhe për këtë do ta shpërblesh me çfarë? Një bonus, tha Erioni me sarkazëm. Arbeni nuk u përgjigj menjëherë, por kur foli zëri i tij kishte një ton që ata nuk e kishin dëgjuar më parë. Jo. Një pauzë. Me diçka më shumë. Ditët që pasuan u mbushën me një tension të heshtur. Erioni dhe Sara qëndruan në vilë më gjatë se zakonisht. Ata nuk kishin ardhur për kujdes. Kishin ardhur për kontroll. Elira e ndjente këtë në çdo hap që bënte. Sa herë hynte në një dhomë bisedat ndalonin. Sa herë kalonte pranë tyre ndjente sytë e tyre mbi të. Një përzierje dyshimi dhe përbuzjeje. Por Arbeni nuk ndryshoi. Përkundrazi, ai filloi ta mbante më afër. E ftonte të pinte çaj me të. E pyeste për mendimin e saj. E trajtonte si një të barabartë. Dhe kjo i shqetësonte shumë. Një mbrëmje ndërsa Elira po largohej, Erioni e ndaloi në korridor. Dëgjoj, tha ai me një zë të ulët. Ajo u kthye. Ai u afrua pak më shumë. Mos e tepro. Elira e pa drejt në sy. Nuk e kuptoj. E kupton shumë mirë, tha ai. Njerëz si ti nuk bëhen papritur të rëndësishëm. Ajo nuk foli. Bëj punën tënde. Merr rrogën tënde. Dhe mos haro vendin tënd. Fjalët e tij ishin si thik. Por këtë herë, Elira nuk uli kokën. Vendin tim, tha ajo qetë. Ai buzëqeshi me përçmim. Po. Ajo bëri një hap përpara. Vendin tim e di shumë mirë, tha ajo. Dhe nuk ka të bëjë me atë që mendon ti. Për një moment ai mbeti pa fjalë. Ajo u kthye dhe u largua. Dhe për herë të parë, dikush i kishte folur ndryshe. Por loja e vërtet sapo kishte filluar, sepse atë natë Arbeni thiri avokatin. Dhe ajo që ai do të vendoste, do të ndryshonte gjithçka. Avokati i Arbenit ishte një burr i holl me sy të mpret dhe zë të qetë, që kishte parë shumë betejë për pasuri, por paksa e kishte befasuar guximi i Arbenit. Ai mbajti testamentin e vjetër në dorë dhe shikoi Arbenin me një lloj habie. Zoti Kodra, tha ai, është vërtet testamentin e fundit e keni bërë vet, pak javë para se të sëmureshit rënd. Arbeni buzëqeshi lehtë, por syt i kishte të vendosur. Po, tha ai, dhe shkoha që të zbulohet. Avokati u kthye dhe filloi të lexojë.
Pas gjithë këtyre viteve, gjithçka që zotëroi shtesat, llogarit, pronat, ulë personave që kanë treguar mirësinë dhe ndershmërinë e tyre, jo vetëm pasurinë. Dhe emri i parë në këtë listë është Elira Marku, pastruese në rezidencën time. Një heshtje e rënë mbushi dhomën. Sara dhe Erioni u ngritën menjëherë. Fytyrat e tyre ndryshuan, fytyra e Sarës u mbush me neveri, ndërsa Erioni u ngjalli zemëruar. Çfarë po thua? Pyeti Sara me zë të lartë. Kjo është shaka. Jo, tha avokati qetësisht. Testamenti është ligjor. Firmat janë të gjitha të vlefshme. Elira ndjeu që gjoksi i saj rritej. Zemra e rritë shpejt, por ndjente një lehtësim të papërshkrueshëm. Pas të gjitha viteve të padukshmërisë dhe punës së lodhshme, vlera e saj po njihte. Arbeni shikoi fëmijët e tij. Ju keni jetuar jetën tuaj duke menduar për veten. Elira, ajo qëndroi pranë meje ku të gjithë të tjerët ikën. Dhe për këtë meriton gjithçka. Sara e gërmoi dhëmbët së forti. Ne nuk do ta lejojmë këtë, tha ajo me një zë të ftohtë. Arbeni ngriti dorën. Ju mund të provoni çdo gjë, por testamentin nuk mund ta ndryshoni. Ligji është në anën e saj. Ajo është një njeri i ndershëm dhe i drejtë. Erioni u përplas me koltukun. Kjo nuk është e drejtë. Një pastruese nuk mund të marrë gjithçka që ne kemi trashëguar. Elira qëndronte aty duke e dëgjuar pa folur. Nuk kishte buzë qeshur. Nuk kishte ndier triumf. Vetëm një ndjenjë e fortë e drejtësisë. Arbeni i pa të gjithë me një vështrim të qetë, por të prerë. Ndershmëria nuk matet me tituj, pasuri apo gjak. Matet me atë që bën kur askush nuk sheh. Një tension i madh mbushi dhomën. Sara dhe Erioni e kuptuan se betejë e tyre nuk ishte vetëm përpara, ishte edhe për krenarin. Por Elira nuk kishte më frikë. Ajo nuk vinte nga një familje e pasur, por kishte diçka që askush nuk mund ta blinte, respektin e Arbenit dhe vlerën e saj si njeri. Avokati mbylli testamentin dhe e vuri në tavolinë. Nga ky moment, pronat dhe llogarit do të fillojnë transferimin në emër të zonjës Marku. Sara e hodhi një shikim të zemëruar, por e kuptoi se çdo rezistencë do të ishte e kot. Erioni përplas krahët e tij dhe u largua pa thënë asgjë. Elira nuk kishte nevojë të thoshte asgjë. Ajo ndjej e fuqishme pa pasur nevojë për të shpërthyer. Kjo nuk ishte vetëm për pasuri, ishte për të gjitha vitet që kishte punuar pa u vlerësuar, për të gjitha momentet kur ishte injoruar. Kur doli nga dhoma e madhe e testamentit, Arbeni e ndoshi me një shikim të butë. Ke merituar çdo gjë që do të vini, tha ai. Elira e shikoi për pak sekonda dhe buzëqeshi lehtë. Nuk ishte buzëqeshja e gëzimit të shfrenuar, por një buzëqeshje e qetë dhe e fortë. Një buzëqeshje që thoshte, tani mund të jem e lirë dhe e respektuar. Por ajo që nuk e dinte ishte se betejë e vërtet sapo kishte filluar. Sepse ndërsa fitonte pasurinë, Sara dhe Erioni nuk ishin gati të dorëzonin krenarin e tyre dhe nuk do të ndaleshin para asgjë për ta marrë atë që mendonin se u përkiste. Pas ditëve të festimit të heshtur për fitoren ligjore, Elira ndjeu se qetësia ishte rreme. Sara dhe Erioni nuk ishin të dorëzuar. Ata e ndishnin çdo lëvizje të saj, duke përdorur çdo mundësi për të krijuar presion dhe tension. Një mbrëmje, ndërsa Elira po kthehej nga një vizitë në bankë për të verifikuar dokumentet e pronave, ajo gjeti derën e apartamentit të saj të hapur. Një ndjesë i ftohtë i rrëshqiti mbi shtëpinë. Nuk kishte zhurma, por gjithçka dukej e çuditshme. Në sallon, dy persona të panjohur po qëndronin. Njëri kishte fytyrë të errët, i veshur me kostum dhe sy të shkëlqyeshëm. Tjetri mbante një zarf të trash dhe dukej sikur e kishte studiuar çdo hap të saj. Zonja Marku, tha burri i panjohur me zë të ftohtë, kemi disa çështje që duhet të diskutojmë. Elira ngriti syt, pa frikë. Kush jeni ju? Pyeti ajo. Avokatët e familjes Kodra, tha burri. Dhe kemi instruksione për të rishikuar testamente. Një tension i madh mbushi ajrin. Ishte qartë, ata nuk do të dorëzoheshin. Ata po përpiqeshin të shfrytëzonin çdo hap të ligjit për ta rrëmbyer pasurinë e saj. Por Elira nuk ishte me njëta grua që punonte pa u vlerësuar. Ajo ishte fortë, e vendosur dhe tani kishte diçka që nuk mund të merrej, respektin dhe mbështetjen e Arbenit. Dita tjetër ajo mori një telefonat nga vetë Arbeni. Zëri i tij ishte i vendosur. Elira, do ta ndihmojmë. Nuk mund të lejoj që të trajtojnë kështu. Ata organizuan një takim me avokatin e saj dhe një ekip të vogël ligjor për të përgatitur mbrojtjen. Çdo lëvizje e Sarës dhe Erionit tashmë ishte parashikuar, por familja e pasur nuk do të dorëzohej kaq lehtë. Ata filluan një fushat të fshehtë, shpifje, kërcënime dhe përpjekje për të shkatëruar reputacionin e saj. Elira u ndje lodhur, por çdo sulm e bënte më të vendosur. Një natë, kur po kthehej në vilë, gjeti një letër të palosur në derën e saj. Zgjedhjet kanë pasoja. Mos e tepro. Elira buzëqeshi pa frikë. Nuk ishte më frikësuar nga kërcënimet. Tani ajo dinte se fushia e vërtet nuk vinte nga pasuria apo titujt, por nga guximi dhe vendosmëria për të mbrojtur atë që i takonte me të drejtë. Në takimin e ardhshëm me avokatin, ata vendosën strategjinë përfundimtare. Ata do të përballeshin me familjen e Arbenit, jo vetëm ligjërisht, por edhe publikisht, duke treguar çdo manipulim dhe padrejtësi që kishin përdorur. Kur dita e konfrontimit arriti, atmosfera ishte ngarkuar me emocione. Dhoma e madhe e gjykatës ishte mbushur, të gjithësia mbi Elirën. Sara dhe Erioni ishin të sigurt se do ta fitonin.
Por ata nuk kishin marrë parasysh një fakt të rëndësishëm. Elira nuk ishte më një grua e zakonshme. Ajo ishte dikush që kishte luftuar, që kishte qëndruar e drejtë kur askush nuk ishte aty. Dhe tani, për herë të parë, ajo po përballte ata që mendonin se mund të merrnin gjithçka që i takonte dhe kjo nuk do të ishte një betejë e lehtë për asnjërin palë. Dita e konfrontimit kishte mbërritur. Sallat e gjykatës ishin të mbushura me sy të tjerë që prisnin me kuriozitet një histori të pasurish dhe tradhtish, por pak kush e dinte se kjo nuk ishte thjesht një betejë për pasuri. Kjo ishte betejë e respektit, e drejtësisë dhe e dinjitetit njerëzor. Elira qëndronte e qetë. Kostumi i saj modest, por i pastër, nuk tregonte luks, por tregonte forcë. Ajo nuk po vinte për të frikësuar, po vinte për të treguar të vërtetën. Sara dhe Erioni hyn me krenari dhe për çmim të zakonshëm. Ata mendonin se kjo ishte një formë arogance që do t'i bënte të dorëzoheshin, por asgjë nuk kishte përgatitur ata për atë që do të ndodhte. Avokati i Elirës hapi dosjet, dokumente, mesazhe, provat të gjitha përpjekjeve të padrejta të Sarës dhe Erionit. Çdo kërcënim, çdo manipulim, çdo përpjekje për të penguar transferimin e pronës u ekspozua me qartësi. Zonja Marku, tha gjyqtari duke parë për një moment, është e qartë se ju keni vepruar me ndershmëri dhe drejtësi gjatë gjithë kësaj kohe. Elira ndjeu një peshë të madhe të hiqej nga supet e saj. Nuk ishte vetëm fitoria e pasurisë, por fitoria mbi ata që kishin përpjekur ta ndëshkonin për vendosmërinë e saj. Sara dhe Erioni mbeten të shokuar. Ishin të përulur në heshtje. Askush nuk do të vinte t'i shpëtonte situatës. Ata kuptuan se për herë të parë, pasuria nuk ishte gjithçka. Shpërblimi i vërtet erdhi për atë që kishte respekt, guxim dhe ndershmëri. Kur procesi përfundoi dhe dokumentet u vulosën, Elira u kthye drejt sallës dhe shikoi Arbenin. Ai buzëqeshi me krenari dhe një përqafim të ngrohtë. E merituat, thaj, jo vetëm pasurinë, por gjithçka që nuk mund ta blinin ata. Ajo buzëqeshi, një buzëqeshje e qetë dhe vendosur. Kjo është vetëm fillimi, tha ajo. Dhe kështu, pas viteve të padukshmërisë, të punës së palodhur dhe sfidave, Elira arriti më shumë se pasurinë. Ajo fitoi respektin, dinjitetin dhe lirinë e saj. Sara dhe Erioni u larguan të heshtur, duke kuptuar se arroganca e tyre nuk kishte asnjë fushim mbi dikë që kishte guximin dhe ndershmërinë e brendshme. Në fund, shtëpia e madhe, vila e Arbenit dhe pasuria që dikur duke e paritshme, nuk ishte më një simbol i pushtetit të familjes së tij. Ajo ishte një simbol i drejtësisë, të cilën Elira e kishte fituar me çdo hap të saj. Dhe ndërsa dielli perëndonte mbi vilën e madhe, një gjë ishte e qartë. Nuk është titulli, pasuria apo gjaku që tregon vlerën e një personi. Është guximi, ndershmëria dhe vendosmëria për të qëndruar e drejtë edhe kur askush nuk sheh. Elira nuk ishte më thjesht pastruese. Ajo ishte fituese e vërtet në çdo kuptim të fjalës. Në këtë mënyrë historia përfundon me triumfin moral dhe ligjor të Elirës, duke i dhënë një mesazh të qartë se dinjiteti dhe vendosmëria shpesh mund të jenë më të fuqishme se pasuria dhe arroganca.